Jam në lagjen franceze të Shangajt, ngritur në 1849. Është një nga lagjet që ka mbetur siç ka qenë në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit 20. Francezët kanë dominuar qytetin, pra kanë pasur një pjesë të qytetit pas pushtimit nga anglezët, francezët dhe amerikanët deri në vitin 1943. Sot është e gjitha një lagje e mbushur me turistë, ruan të gjitha karakteristikat e viteve kur është ndërtuar, po të vësh re nga çdo anë është e njëjta. Kjo është pjesa që çon disa nga dyqanet karakteristike që vlejnë për turistët. Janë prodhime tradicionale kineze dhe është lagja më e vizituar e Shangajit, shifini dhe zonat. Pjesa më e madhe e turistëve janë kryesisht europian që vizitojnë këtë zonë, ndërkohë që pjesa tjetër, sidomos turistët aziatik vizitojnë pjesën e re. Është shumë e bukur lagja e gjitha, edhe këtu hecet në këtë drejtimin tjetër, shihni çfarë lagje e mrekullueshme. Nëse vjen në Shangaj, lagja franceze është një nga lagjet më të bukura për të vizituar, duhet vizituar patjetër. Kjo është pjesa e ndikimit europian të Shangajit, ndërkohë që pjesa më kineze është pjesa moderne e tij. Ja dhe mbyllja e kësaj rruge është një lagje jo e vogël që është ndërtuar e gjitha me këto lloj rrugësh, pra ku ecën, dhe është absolutisht një nga zonat që vlen të vizitohet. Nga France Connection Shanghai.